تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë posa sa që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me përmendjen e disa lutjeve nga lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot do të përmendim për një çështje që tregon për mënyrën e lutjes ose forma më e mirë e drejtimit në lutje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Është në hadith të cilin e transmeton Imam Ahmedi dhe Hakimi nga Rabi'a ibn Amir radhiyallahu anhu, dhe gjithashtu transmeton Tirmidhiu nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, thonë se e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë elidhu bi yadhal jalali wal ikram. Do të thonë shtojeni vazhdimisht thënien e fjalës yadhal jalali wal ikram. Yadhal jalali wal ikram, që do të thotë o poseduesi madhrimit dhe nderimit, ose o pronar i madhrimit dhe nderimit. Kjo është përmendur edhe në hadithet tjera, do thotë që gjatë lutjes njeriu shumë ta përdor këtë shprehje ose këtë thirrje me këtë emër të Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thonë alidhu bi yadhal jalali wal ikram. Pra shtojeni shumë ose mos ju ndani fjalës yadhal jalali wal ikram, që do të thonë bëni këtë tawassul për te Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është tawassuli i ligjshëm, ose afrimi, apo ndërmjetësimi i ligjshëm prej formave të ligjshme të ndërmjetësimit, është ndërmjetësimi dhe afrimi tek Allahu me përmendjen e emrave dhe cilësive të tij. Në këtë rast me përmendjen e emrit, me përmendjen e emrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ky tawassul, thot përmendet në hadithet shumëta, dhe është përdorur, do të thënë në lutjet shumëta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra si është përdorur në dhikrin pas namazit, pas secilit namaz, do të thënë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi ka thënë selam, ka thënë Allahumma antas salamu wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Do thotë, pra e ka përdorur këtë thirrje ja dhal jalali wal ikram, ose si transmetohet në transmetim tjetër se në fillim ka filluar me istighfar. Do të thënë sa ka thënë selam, ka thënë astaghfirullah, 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 pastaj Allahumma antas salamu wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Do thotë tabarakta, i madhrishëm dhe plot bekime dhe mirësi je o posedues i madhrisë dhe nderimit. Këto do thotë është përmendur në hadithet shumëta. Gjithashtu transmetohet se pra një njeri është lutur edhe në fund lutjes ka thënë Allahumma inni as'aluka tamaman ni'ma. O Allah, ta kërkoj plotësimin e dhuntis, ose dhuntin e plot të përsosur.
Dhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayu shay'in tamamun ni'ma, do të thënë cila është dhuntia e përsosur, dhuntia e plot ose plotësimi i dhuntisë, çka është? Ka thënë da'watun da'awtu biha arju biha al-khair. Do të thënë është një lutje që u luta, ose do të thënë kjo është një lutje me të cilën u luta dhe shpresoj mirësi, do të thënë prej kësaj lutjeje. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa inna min tamamin ni'ma dukhulul janna wal fawzu min an-nar. Do të thënë dhuntia e përsosur ose përfundimi dhe plotësimi i dhuntisë është hyrja në xhenet dhe shpëtimi prej xhehenemit. Këtë lutje pra e ka thënë si transmetohet në tjetër transmetim se kur ka dëgjuar këtë lutsin duke thënë Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant badi' al-mannan badi' as-samawati wal ard ja dhal jalali wal ikram. Edhe ka thënë ky njeri u lut me emrin më të madh të Allahut, që nëse lutet me të, Allahu jep, dhe nëse i kërkohet me këtë emër, nëse lutet me këtë, do të thënë Allahu përgjigjet, dhe nëse i kërkohet me këtë emër, e jep atë që kërkohet. Dhe gjithashtu ka dëgjuar një njeri në lutje duke thënë ja dhal jalali wal ikram. Edhe ka thënë ustujibe laka fas'al. Fas'al, do të thënë të është përgjigjur, të bratë ka ardhë përgjigja, prandaj kërko, çka do të kërkosh. Pra pasi ka thënë ja dhal jalali wal ikram. Të gjitha këto tregojnë se ky tawassul në lutje me përmendjen e këtij emri është prej tawassuleve më të dobishme, edhe është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhul jalal wal ikram është prej emrave të Allahut subhanahu wa taala. Dhe është përmendur në Kur'an, ky emër. Është përmendur në ajetin, do të thonë të ajetet janë në surën Ar-Rahman. Një ka thënë Allahu wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, do të thonë mbetet vetëm fytyra e Zotit tënd që është poseduesi i madhrimit dhe nderimit. Dhe në fund surës Ar-Rahman thotë tebarak ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Do thonë i lartësuar është emri i Zotit tënd, të cilit është, do të thonë është pronar dhe poseduesi i madhrimit dhe nderimit. Përndryshe ky ajet në shumicën e këtyre ajeteve lexohet tebarak ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Dhe kjo ka rëndësi në sintaksën arabe, sepse këtu kjo dhul jalali wal ikram, do të thonë ky emër poseduesi i madhrimit dhe nderimit, është si cilësi e emrit Rabb, tebarak ismu rabbika dhil al jalali wal ikram. Do të thonë kjo, atëherë nëse është në këtë formë, do të thonë është cilësi e Rabb. Kurse në një prej ajeteve lexohet tebarak ismu rabbika dhul jalali wal ikram. Do të thonë atëherë kjo cilësi i atribuohet ose është veti, do të thonë në fjali, si mbiemër, si i thuhet shqip, do të thonë është i fjalës ism, do të thonë emri. Pra emri i Allahut është plot madhështi ose që është poseduesi madhrisë dhe nderimit. Është, do të thonë padyshim, edhe sepse leximi është i saktë gjithashtu, edhe gjithashtu është cilësi e Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë ky emër është cilësi e Allahut. Ky emër është prej llojit të emrave që quhen esma mudafe. Do të thonë emër që është i ndërlidhur me diçka. Do të thonë jo emër në vete, siç është emri Allah ose emri Ar-Rahman, do të thonë i gjithëmëshirshmi, ose Ar-Rahim, mëshiruesi, ose El-Khaliq, krijuesi, ose El-Quddus, i shenjti, i shenjtruari. Do të thonë shumica e emrave do të thonë janë në këtë mënyrë, një emër. Dhe ka emra që janë të ndërlidhura. Sigur, si thot Ibn Taymija, për shembull, rahimahullah, thot disa prej emrave të ndërlidhura të Allahut janë për shembull Arhamur Rahimin, pra më i mëshirshmi i mëshiruesve,
ose wa khairul ghafirin, do të thënë më i miri që fal, wa rabbul alamin, gjithashtu Zoti i botëve, Maliku, do të thënë si e kemi në surën Fatiha, Maliki yawmiddin, do thotë sunduesi i ditës së gjykimit, ahsanul khaliqin, do të thënë krijuesi më i mirë, jami'un nasi li yawmin la rayba fihi, do të thënë tubuesi i njerëzve në ditën në cilën s'ka dyshim, muqallibul qulub, rrotulluesi i zemrave, dhe emra të tjerë që janë përmendur në këtë mënyrë, do të thënë kemi lidhje, si i thuhet në gramatik, do të thënë lidhje gjenitive mes dy emrave. Këto janë një prej, do të thënë një lloj i emrave të Allahut subhanahu wa taala, dhe që përmenden në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe gjithashtu përmenden në lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe është mirë, kjo tregon se është mirë dhe është sunet të përdoren këta emra në lutje. Dhul Jalali wal Ikram. Edhe kjo fjala dhu, pra në gjuhën arabe është posedues ose i Zoti i. Dhul Jalal, pra i Zoti i madhris ose madhështisë, wal Ikram dhe i Zoti i nderimit. Ka edhe në këtë formë disa emra në Kur'an, për shembull Dhur Rahme, pra i Zoti i mëshirës ose poseduesi i mëshirës, ose Dhul Quwwa, poseduesi i fuqisë. Dhe kështu, gjithashtu Dhul Arshil Majid, do të thënë, pra i Zoti i Arshit të madhrishëm, i Zoti i Fronit të madhrishëm, pra pronari dhe sunduesi i Arshit. Do thotë këto janë gjithashtu lloje të emrave të Allahut. Pra Dhul Jalali wal Ikram, çfarë do thotë poseduesi i madhrimit dhe nderimit. Disa prej dietarëve kanë thonë që këtu madhrimi dhe nderimi janë cilësi që i atribuohen Allahut. Do të thonë, Allahu është ai që e meriton madhrimin dhe ai është poseduesi i madhështisë dhe madhrisë dhe ai madhrohet nga krijesat. Do të thonë kjo Dhul Jalal. Dhe Ikram gjithashtu është poseduesi i nderimit, meritor për secilin nderim, do të thonë që robrit të besojnë në të adhurojnë atë, mos e mohojnë edhe mos e kundërshtojnë urdhrat e tij. Do të thonë ky është një mendim për kuptimin e fjalës Dhul Jalal wal Ikram. Do të thonë që çdo gjë në madhrim dhe nderim i përket Allahut subhanahu wa taala. Mendimi tjetër është se është për qëllim madhrimi dhe nderimi për robin. Pra Allahu është poseduesi i madhrimit, që i madhron, i ngren në pozitë të lartë robrit e tij besimtar, i u jep grada të larta në xhennet. Ky është kuptimi i Jalal, do të thënë madhrim, dhe Ikram gjithashtu nderim, që i nderon Allahu subhanahu wa taala me dituri të dobishme, me udhëzim dhe i nderon me vepra të mira, kështu që i nderon gjithashtu në ahiret me shpërblime të njëpasnjëshme dhe të mëdha. Pra, mendimi i dytë është se poseduesi i madhrimit dhe nderimit është për qëllim madhrimi dhe nderimi për krijesat. Dhe disa prej dietarëve kanë thënë që pjesa e parë është për Allahun, kurse pjesa e dytë është për krijesat. Pra, poseduesi i madhrimit, që ai është i madhrishmi dhe madhështori, dhe atij i takon secili madhrim, dhe ai është poseduesi i nderimit, që i nderon robrit e tij, të cilët janë besimtarë dhe të nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë kuptim është edhe në ajet tjetër në surën Muddathir, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira. Do të thënë Allahu është meritori për takwa dhe ai është meritori ose ta përkthejmë në gjuhën ton, do të thënë kuptimin, do të thënë ai është kompetenti për falje. Do të thënë këtu ahlut taqwa, do thotë takwaja që është prej robërve, që duhet ti friksohen ti nënshtrohen Allahut, do të thënë të ruhen prej zemrimit të tij. Atij i takon takwaja. Do të thënë takwaja që ja bëjnë robrit, pra që janë robrit kanë takwa ndaj Allahut. Njësoj Dhul Jalal, do të thënë poseduesi i madhrimit, që do të thënë atij i takon madhrimi
që duhet ta bëjnë robrit. Kurse ahlul maghfira, domethënë ai është kompetenti ose poseduesi i faljes, që domethënë ai i fal robrit e tij. Pra në këtë kuptim kanë thënë për Dhul Jalal wal Ikram, që e para është për Allahun, kurse e dyta për robrit. Pra sidoqoftë, ky është emër madhështor i Allahut subhanahu wa taala, dhe është mënyrë shumë e mirë për t'u afruar tek Allahu gjatë lutjes, që vazhdimisht i drejtohet robi me ja dhal Jalali wal Ikram, ja dhal Jalali wal Ikram, siç është vërtetuar në hadith. Domethënë në këto në disa hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lëvduar këtë mënyrë të drejtimit ndaj Allahut subhanahu wa taala me lutjen. Një dua tjetër që është transmetuar në Sunenin e Nesaiut nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, thotë se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur lutej thoshte: Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman tanfa'uni bihi. Domethënë Allah, ma bëj të dobishme atë të cilën ma ke mësuar, ma mëso atë që më bën dobi dhe më furnizo me dituri me të cilën do të më sjellësh dobi. Kjo lutje është lutje e rëndësishme për atë që mëson dituri, për atë që e mëson fenë, pra secili njeri që interesohet për mësimin e fesë, duhet ta shpeshtoj këtë lutje që dituria të cilën e fiton të jetë e dobishme për ta. Dhe gjithashtu të shtohet dituria në të cilën ka dobi. Sepse dituria mund të jetë në dobi të njeriut ose në dëm të njeriut. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk." Domethënë Kurani është argument pro teje ose është argument kundër teje. Prandaj është argument për njeriun ose në favor të njeriut nëse ai vepron sipas asaj diturie dhe sipas asaj që e ka mësuar nga Kurani, dhe është argument kundër njeriut nëse e neglizhon edhe e le pas shpine, edhe pse e ka mësuar dhe nuk vepron sipas tij, atëherë është argument kundër tij. Dhe për këtë shkak do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur me këto tri fjalë ose tri fjali të shkurta: Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Domethënë Allah, më bëj të dobishme atë që ma ke mësuar. Pra këtë dituri që ma ke dhënë të jetë e dobishme për mua në dunja dhe në ahiret. Dhe gjithashtu ma shto diturin, më jep dituri që më bën dobi. Se ka thënë Sheikhul Islam ibn Taymiyah, e gjithë e mira përfshihet në kërkimin ose do të thënë kur robi i kërkon ndihmë Allahut që të fitoj dituri e cila është e transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E gjithë mirësia është që njeriu vazhdimisht i kërkojë ndihmë Allahut për të fituar dituri që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo dituri është ajo që meriton të quhet e dobishme. Do të thënë vetëm kjo dituri që ka ardhur e transmetuar, do të thënë në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm kjo është dituri që meriton plotësisht të quhet e dobishme. Kurse përveç kësaj ka ose dituri, do të thënë ose diçka që quhet dituri, por nuk është e dobishme, ose diçka që nuk është dituri në realitet. Dhe edhe pse e emërtojnë me këtë emër. Do të thonë, ajo që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është plotësisht dituri dhe është e dobishme. Tjetra mund të jetë me të vërtetë dituri, por nuk është e dobishme. Ose mund mos jetë dituri, edhe pse njerëzit e emërtojnë si dituri. Dhe kjo dituria e dobishme, pra e shohim burimi, cila është dituria e dobishme për robin, ajo që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajo që vjen, do të thënë, çka është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është transmetuar Kurani dhe është transmetuar suneti, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dituria e cila në vetvete është e dobishme. Dhe kësaj diturie i shoqërohet kuptimi dhe shpjegimi i sahabeve, sepse ata kanë jetuar gjatë zbritjes së kësaj diturie dhe ata i kanë mësuar
mësuesi më i mirë i njerëzimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka thënë Imam Ibn al-Qayyim, el-ilmu qala Allahu wa qala ar-rasulu wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu hum ulul irfani. Do të thënë dituria është, ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë thënë sahabët, sepse ata janë njerëz të njohjes dhe diturisë. Kurse dhe nuk është dituri, do të thënë vetëm ti përplasësh fjalët e filanit, do të thënë mendimet e kështu me radhë, ka thënë Imam Ibn Qayyim, ajo nuk është dituri, edhe pse njerëzit e quajnë. Pra, ti mësojnë mendimet e filozofëve, mendimet e kelamistëve, mendimet e lloj-llojshme të njerëzve që nuk bazohen Kur'an dhe Sunet e kështu me radhë, e quajnë dituri, por ajo nuk është. Pra, e kuptojmë cila është dituri dhe është e dobishme në vetvete. Pastaj që kjo dituri të jetë e dobishme për robin, duhet të veprojë sipas saj. Atëherë, do të thonë, pra Kurani që është dituria e dobishme, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose është për ty ose është kundër teje. Do të thonë mund të jetë tani kjo dituria e dobishme, mund për atë personin individualisht të jetë e dobishme për ta, të sjell dobi, ose mund të jetë e dëmshme. Do të thonë kur e mëson dhe nuk vepron sipas saj, ose nuk e ruan mirë diturinë. Dhe për këtë shkak, do të thënë, kërkohet prej Allahut subhanahu wa taala që atë të cilën ne ka mësuar deri tani të jetë e dobishme. Dhe gjithashtu në të ardhmen të na mësoj dituri të dobishme. Do të thënë dituri të cilat na bëjnë dobi dhe të na shtoj vazhdimisht atë dituri që na sjell dobi në dunja dhe në ahiret. Edhe shikoni si edhe në lutjet tjera, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë pra çdo mëngjes dhe mbrëmje prej dhikrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Do të thonë Allah të kërkoj dituri të dobishme, furnizim të pastër, do të thonë halal dhe të këndshëm dhe vepra të pranuara. Do të thonë shikon si ka fillu me diturinë, sepse dituria e dobishme, kjo që e shpjeguam, është ajo që e ndihmon njeriu të fitojë rizq të pastër, halal, dhe t'i bëj veprat që janë të pranuara te Allahu. Pra si ka mundësi njeriu ta bëj veprën të saktë, të pranuar, edhe kemi përmendur disa herë që të jetë e pranuar, duhet të jetë e pastër në përkushtim vetëm për Allahun dhe të jetë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra pa dituri, si do të di njeriu që me të vërtetë ta pastroj përkushtimin e tij ndaj Allahut, të ketë ihlas të plot, edhe si do të di nëse nuk e mëson sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë si do të di të bëj veprat të sakta sipas sunetit. Dhe gjithashtu edhe në Kur'an, pra Allahu subhanahu wa taala në urdhrat e tij të madhërishme ka filluar me dituri. Ka thënë fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Pra dije se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe kërko falje për mëkatet e tua dhe për besimtarët dhe besimtaret. Përndryshe kur njeriu vepron pa pasur dituri, edhe duke menduar, nuk e di se si është rruga e saktë, paramendoni një njeri që është nisur për një vend, edhe nuk e di nga është rruga. Edhe ec me zell dhe me fuqi, ec. Mirëpon rrugën e gabuar. Ai do të jetë, do të thënë sa më shumë që mundohet, do të jetë më larg cakut. Kurse kur të jetë në rrugën e drejtë të saktë me dituri, do të thënë, atëherë edhe nëse ec ngadale, prap do të arrijë. Kurse ai nëse ec shpejt, largohet edhe më shumë. Prandaj ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala", do të thënë a doni t'ju tregojmë thuaj, a doni t'ju tregoj për njerëzit që kanë më shumë humbje, do të thënë më shumë janë të humbur nga veprat e tyre. Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya, do të thënë ata të cilëve u shkon huq përpjekja e tyre në jetën e dunjas, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, të cilët kanë vepruar duke menduar se janë duke bërë mirë. Do të thënë kanë vepruar pa dituri dhe pa udhëzim. Dhe argumentet e Kuranit dhe Sunetit për vlerën e diturisë janë të shumta. Mirëpo e shohim këtë dua, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë ka filluar që ajo dituri të cilën ma ke dhënë të jetë e dobishme.
Pra njëherë këtë dituri që e kam, kërkoj ndihmë nga Allahu që të punoj sipas saj, edhe të jetë në praktikën time, që të jetë e dobishme për mua, dhe në çdo moment më vonë të shtohet më shumë ajo që më sjell dobi, si ka thënë Allahu në Kur'an, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Do të thënë ruhuni Allahut, pra veproni sipas asaj që e dini, sipas atij udhëzimit që ju ka ardhur, dhe Allahu do t'ju mësoj, do të thënë do t'ju jap edhe më shumë dituri. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, naddara Allahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha. Do të thënë Allahu ja ndriçoft fytyrën një njeriu që e dëgjon fjalën time, e kupton dhe e mban mend, wa ballaghaha, pastaj e transmeton, u tregon të tjerëve. Edhe thot farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, se shpesh herë ka bartës të diturisë ose bartës të kuptimit, të cilët e bartin atë kuptim të dikush që kupton më shumë. Do të thonë ka mundësi që e merr një hadith në cilin ka fik edhe ka dobi, edhe ja përcjell dikujt që përfiton më shumë, do të thonë nxjerr më shumë dobi dhe përfitime nga ai hadith ose nga ai ajet. Dhe ka thënë thalathun la yughallu alayhinna qalb la yaghullu alayhinna qalbu muslim, do të thonë për 3 çështje nuk dëshpërohet ose nuk ka xhelozi ose zili zemra e besimtarit. Ikhlasul amali lahu, do të thonë përkushtimi, pastrimi i veprës për Allahun subhanahu wa taala, wa nushu li a'immatil muslimin, do të thonë dhe këshilla dhe cilëtërsia për udhëhecit e muslimanëve, wa luzumu jama'atihim, dhe qëndrimi në xhamatin e muslimanëve. Fa inna ad-da'wata tuhitu min wara'ihim, sepse lutja e muslimanëve do të thonë i përfshin të gjithë ata që janë bashkë. Do thotë këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua, naddara Allahu imra'an, do të thonë Allahu ja ndriçoft fytyrën një njeriu që e merr diturinë, e kupton mirë, e mban mend mirë dhe u përcjell të tjerëve. Ky ndriçim i fytyrës do thot hyrja në xhenet, edhe shpëtimi prej xhehenemit, si është në ajet që ka thënë Allahu, fa waqahumullahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura. Do të thënë Allahu i ka ruajtur prej të keqes asaj dite, të keqes ditës së gjykimit, dhe u ka dhënë ndriçim dhe lumturi. Nadra, do të thënë ky ndriçimi i fytyrës. Pashtu ka thënë Allahu ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Do të thënë e njeh në fytyrat e tyre ndriçimin e bukurisë ose lumturisë së dhuntive që i kanë në xhennet. Prandaj kjo lutje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutje madhështore që duhet t'i kushtoj rëndësi secili musliman. Do thotë Allahu ja ndriçoft fytyrën, që do të thonë e ruajt prej tmerrit të ditës së gjykimit, dhe e ruajt prej frikës së ditës së gjykimit, e ruajt prej xhehenemit dhe e futet në xhennet. Do të thonë Allahu ja ndriçoft fytyrën është me këto kuptime. Këti njeriu që i ka këto 4 faza në lidhje me diturinë. Një që e dëgjon, do të thonë e do diturinë, naddara Allahu imra'an sami'a maqalati, do të thonë që e dëgjon fjalën time, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra do të mësoj dituri edhe i hap veshët edhe e shton, do të thonë përqendrimin dhe koncentrimin kur përmendet fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e kupton, fawa'aha, do të thonë dhe e kupton mirë, pra në dëgjimin e diturisë është i përqendruar dhe do ta kuptoj secilin detaj. Edhe nëse ik diçka pyet për të, do të thonë që ta kaploj mirë kuptimin e asaj diturie. Pastaj e treta wa hafidhaha, do të thonë gjithashtu dhe e mban mend. Do thotë se ka mundësi njeriu e dëgjon edhe e kupton mirë për pas një kohë të shkurtë e harron. Prandaj mbajtja në mend është gjithashtu ibadet, edhe është
vlerë e madhe dhe afrimi i madh për te Allahu subhanahu wa taala. Edhe mbahet mend duke shkruar, pastaj duke përsëritur dhe kështu, domethënë që mos harrohet dituria, sepse e humb këtë shpërblim. Nëse e mëson diturinë, e kupton, e harron, domethënë humb ky shpërblim. Pra është lutur për atë që e dëgjon, e kupton, e mban mend. Dhe e katërta e përcjell te të tjerët. Ua mëson të tjerëve, domethënë urdhron për të mira, ndalon prej të këqijave, vepron para së gjithash, vepron me atë dituri dhe i këshillon të tjerët, edhe sa më shumë që përsëritet kështu në këtë mënyrë, domethënë mësimi të tjerëve, edhe më shumë përforcohet dituria. Dhe ai njeri që i bën këto faza, do të thotë hyn në lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ndriçim të fytyrës në ditën e gjykimit. Elusim Allahun që t'i ndriçojë fytyrat tona atë ditë ku shumë fytyra do të nxihen. Dhe një lutje tjetër që transmetohet në lidhje me luftën e Uhudit, transmeton Imam Ahmedi, Nesaiu dhe Hakimi nga Ubejd ibn Rifa'a az-Zuraqi, radhiyallahu anhu, thot: kur mbaroi lufta e Uhudit dhe u larguan mushrikët, do të thonë u tërhoqën të mpostur në disfat, atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: istawu hatta uthniya ala rabbi. Pra drejtohuni që ta lavdroj Zotin tim. Edhe pastaj thot u radhitën sahabët pas tij në Safa, edhe filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Allahumma lakal hamdu kullu. Allahumma la qabida lima basat, wala basita lima qabadt, wala hadiya lima adlalt, wala mudilla liman hadait. Më thënë, o Allah, ty të takon e gjithë lavdia. O Allah, nuk ka ngushtues të asaj që ti e ke zgjeruar, dhe nuk mund të zgjeroj askush atë që ti e ke ngushtuar ose e ke mbajtur. Nuk ka udhëzues për atë që ti e ke devijuar, dhe nuk ka devijues për atë që ti e ke udhëzuar. Nuk ka mundësi ta japë dikush atë që ti e ke penguar, dhe nuk mund ta pengoj askush atë që ti e ke dhënë. Wala muqarriba lima ba'at, wala muba'ida lima qarrabt, edhe nuk mund ta afroj askush atë që ti e ke larguar, dhe nuk mund ta largoj askush atë që ti e ke afruar. Allahumma bsut alejna min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. O Allah, na i zgjero bereqetet e tua, do të thënë bekimet e tua, mëshirën tënde, dhuntit e tua dhe furnizimin tënd. Allahumma inni as'aluka an-na'im al-muqim alladhi la yahulu wa la yazul. O Allah, të kërkoj dhunti të përhershme, të cilat nuk zhduken dhe nuk ndryshohen, nuk largohen. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawm al-'ayla wal-amna yawm al-khawf. O Allah, të kërkoj dhuntin në ditën e varfërisë. Do të thënë kur është varfëria e madhe, dhe sigurin në ditën e frikës. Allahumma inni a'idhun bika min sharri ma a'taytana wa sharri ma mana'at. O Allah, unë strehohem te ti nga e keqja e atyre që na i ke dhënë dhe nga e keqja e atyre që na i ke penguar, që nuk na i ke dhënë. Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. O Allah, na e bëj të dashur imanin dhe na e stolis atë në zemrat tona dhe na e bëj të urryer kufrin, mëkatet dhe kundërshtimet ose gjunahet. Waj'alna min ar-rashidin, dhe na bëj të udhëzuar. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wala maftunin. O Allah, na sill vdekjen duke qenë ne musliman dhe na jep jetë si musliman dhe na bashko me njerëz të mirë, mos na bëj të poshtruar dhe as të sprovuar, do të thënë të devijuar. Allahumma qatil al-kafarata alladhina yukadhibuna rusulaka wa yasudduna an sabilik. O Allah, vriti mosbesimtarët të cilët i përgjigjëstrojnë të dërguarit e tua, nuk besojnë në të dërguarit e tu dhe pengojnë prej rrugës tënde.
waj'al alejhim rijzaka wa adhabak, edhe lëshoja atyre zemrimin dhe dënimin tënd ose ndëshkimin tënd. Allahumma qatil al-kafarata alladhina utul kitaba ilaha al-haq. O Allah, vriti mosbesimtarët të cilëve u është dhënë libri o i adhuruari i vërtet. Pra kjo lutje ka qenë pas disfatës mushrikëve, do të thënë pasi janë larguar, sepse lufta e Uhudit ka pas dy faza, ose themi 3, do të thënë njëherë në kohë të shpejt kanë fituar muslimanët dhe kanë filluar të largohen mosbesimtarët. Pastaj ka ndodhur gabimi dhe janë kthyer mosbesimtarët, edhe atëherë është duk sikur fitoria u takon atyre. Pastaj Allahu subhanahu wa taala u ka kthyer fuqinë muslimanëve dhe edhe një herë i kanë mundur dhe ata kanë ikur. Pas kësaj ikje, do të thënë pasi ka përfunduar lufta, u ankafa al-mushrikun, do të thënë dhe u larguan, pra u larguan të poshtruar mushrikët. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thënë sahabeve para çdo gjëje tjetër, do të thënë një herë ta falenderojmë dhe ta madhrojmë Allahun subhanahu wa taala. Edhe i ka thënë drejtohuni dhe dua ta lavdroj Allahun, an uthniya hatta uthniya ala rabbi. Do të thënë ti shpreh lëvdata dhe lavdi Zotit tim subhanahu wa taala. Dhe ti drejtohem me lutje, do të thënë. Edhe janë rënditur sahabët, atëherë ka thënë Allahumma lakal hamdu kullu. O Allah, ty të takon e gjithë lavdia. Alhamd, kemi thënë, është lavdi dhe lëvdata, lavdrime për Allahun subhanahu wa taala me emrat dhe cilësitë e tij. Do të thënë për shkak të emrave të tij të bukur dhe cilësive të tij të larta, ai është i lavdishmi dhe i lavdruari subhanahu wa taala. Prandaj kur thuhet lakal hamd ose alhamdulillah, do të thënë Allahu t'i takon lavdia e plot për të gjithë emrat e përsosur dhe të bukur dhe cilësitë e përsosura dhe të larta. Ka thënë alhamdu kulluhu, do të thënë e gjithë lavdia pa përjashtim. Pra çdo lavdi që e shpreh robi me gojë ose që nuk e shpreh ose që nuk di ta shpreh, do të thënë të gjitha këto lavdi i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë Allahumma la qabida lima basatta. Do të thënë o Allah nuk mund ta shtrëngoj askush atë që ti e ke zgjeruar. Do të thënë atë që e jep Allahu edhe e lëshon për robrit e tij dhe atë, do të thënë kur i zgjeron robit kur ja zgjeron, do të thënë pasurinë e tij ose mirësitë, atëherë nuk ka mundësi askush ta shtrëngojë edhe ta mbyll atë. Si ka thënë Allahu ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Do të thënë atë mëshirë që u hap Allahu pra robërve të tij, atë mëshirë që ja hap Allahu për njerëzit, nuk ka mundësi dikush ta mbyllë ose ta marrë. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Kurse atë që Allahu e ndal edhe e mbyll, nuk ka mundësi ta lëshojë askush edhe ta hap. Wa huwa al-azizul hakim, dhe Allahu është i gjithë pushtetshëm dhe i urtë. Dhe wala basita liman qabadta. Do të thënë edhe gjithashtu nuk ka mundësi ta zgjeroj askush atë që ti e ke mbyllur ose që e ke kapur. Do të thënë e gjitha është në dorën e Allahut. Po ashtu ka thënë nuk ka wala hadiya lima adlalta wala mudilla liman hadait. Dhe nuk ka udhëzues për atë që ti e ke devijuar. Edhe nuk ka devijues për atë që ti e ke udhëzuar. Do thotë nuk ka mundësi të arrihet udhëzimi përveç se me dhurat nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe gjitha format e udhëzimit, edhe udhëzimi i njohjes, edhe udhëzimi i suksesit për të vepruar sipas udhëzimit, është vetëm nga Allahu i lartësuar. Wala mu'tiya lima mana'ta, wala mani'a lima a'tayta. Do të thënë nuk ka mundësi ta japë dikush atë që ti nuk e jep, atë që ti e pengon, dhe nuk mund ta pengoj askush atë që ti e jep. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, i ka thënë dije se nëse i gjithë njerëzimi mblidhen që të bëjnë ndonjë dobi
nuk mund të sjellin ndonjë dobi përveç asaj të cilën ta ka shkruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe nëse të bëhet i gjithë njerëzimi të sjellin ndonjë dëm, nuk mund të bëjnë asnjë dëm përveç asaj që ta ka shkruar Allahu. Dhe ka thënë lapsat janë ngritur dhe fletët janë tha. Do të thonë caktimi i Allahut ka përfunduar. Wala muqarriba lima ba'adta wala muba'ida lima qarrabta. Do të thonë nuk mund të afroj askush atë që ti e ke larguar dhe nuk mund ta largoj askush atë që ti e ke afruar. Do thotë ngritja dhe ulja edhe afrimi në fe, edhe afrimi tek Allahu ose largimi, gjithashtu nuk mund ta ndryshoj askush, edhe nuk mund ta japë mirësinë askush nëse nuk do Allahu subhanahu wa taala. Kjo është e ngjashme si në lutjen tjetër ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa ant. Do të thonë ti ai që e çon përpara këndo dhe e çon mbrapa kënd të duash ti. Do thotë nuk ka të adhuruar të drejtë përveç teje. Pra gjitha këto fjalë janë në fillim për përforcimin e tauhidit. Do të thonë edhe tauhid rububia dhe tauhidul asma was sifat, edhe tauhidul uluhia. Do thotë për ta përforcuar njeriu në zemrën e tij se zotrimi i plot është i Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka zot përveç tij, edhe nuk ka asgjë që mund të kontrollojë diçka, do të thonë të japë ose të marrë ose të udhëzojë ose të devijojë askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Prandaj në vazhdim ka filluar me lutjet, ka thënë Allahumma bsut alejna min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. O Allah, na i zgjero, pra nuk mund ta ngushtoj askush atë që ti e ke zgjeruar dhe nuk mund ta zgjeroj atë që ti e ke ngushtuar, prandaj na i zgjero bereqetet, do të thënë bekimet edhe dhuntitë të mirat që i jep Allahu subhanahu wa taala. Na i zgjero mëshirën tënde, na i zgjero dhuntitë tua dhe na zgjero furnizimin tënd me të mira. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala wa anna al-fadla bi yadillah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim. Do të thënë dijeni se e gjithë e mira është vetëm në dorën e Allahut dhe ai ja jep kujt të dojë ai. Dhe Allahu është posëduesi i dhuntisë së madhe. Dhul fadli al-azim. Do të thënë i Zoti i dhuntive dhe mirësive të madhështore. Pastaj thot Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqim alladhi la yahulu wa la yazul. O Allah, të kërkoj dhunti të përhershme, të cilat nuk ndryshojnë edhe nuk largohen. Do të thënë dhunti që vjen edhe nuk ndryshon asnjëherë, edhe nuk largohet. Dhe kjo është dhuntia e xhenetit, sepse për të ka thënë Allahu i lartësuar, la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin. Do të thënë aty nuk u vjen lodhje, nuk kanë lodhje në xhenet dhe nuk nxirren asnjëherë prej aty. Do të thënë dhuntia në xhenet është e përhershme. Dhe asje nuk duan ndryshim. Wala yabghuna anha hiwala. La yabghuna anha hiwala. Do të thënë nuk kërkojnë ndryshim ose largim prej kësaj dhuntie. Pastaj ka thënë Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawm al-'aila. Do të thënë o Allah, ta kërkoj dhuntin në ditën e varfërisë. Dhe aila është varfëria e madhe, e skajshme dhe nevoja shumë e skajshme. Do të thënë që kuptohet edhe për nevojat ose varfërit e dunjas dhe gjithashtu kërkohet, do të thënë pasuria ose dhuntia në ditën e gjykimit, ku njerëzit janë nevojtar të plot, edhe nuk kanë me vete asnjë pasuri, asnjë pushtet, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala se ata atyre të cilëve u jepet libri në dorën e majt, çka thon? Ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al-qadiya, thon ma aghna anni maliya. Do të thënë nuk mbari dobi pasuria ime. Pasuria ka mbetur në dunja, kurse
Në ditën e gjykimit është njeriu plotësisht i varfër, halaka anni sultania, gjithashtu edhe pushteti që kanë pasur u shkatrua, do të thënë askush nuk ka as pushtet as pasuri, por janë krejtësisht të varur prej asaj që e gjykon Allahu subhanahu wa ta'ala. Njeriu gjithmonë është i varur, mirë po në dunja harron. Dhe në ditën e gjykimit nuk ka asnjë lloj përkrahje, as pasuri, as nuk bën dobi, do të thënë edhe sikur të kishte pas, megjithëse askush nuk ka asgjë me vete. Atëherë e kërkojmë dhuntinë në këtë ditë të nevojës së skajshme ose varfërisë së skajshme, të plotë. Dhe gjithashtu nënkuptohet edhe kur ka varfëri, do të thënë më mbro me dhuntitë tua, wal amna yawm al khawf, do të thënë edhe gjithashtu kërkoj siguri në ditën e frikës, ose është për qëllim frika e madhe e ditës së gjykimit, dhe lutim Allahun që të na japë siguri në atë ditë, ose është për qëllim çdo lloj frike në luftra e kështu me radhë, pasiguri, do të thënë kur ka vështirësi dhe luftra dhe pasiguri, e lutim Allahun që të na japë siguri dhe mbrojtje. Si është për në luftën e Bedrit, wallahu alem, si ka thënë Allahu, thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan. Do të thënë Allahu pastaj ju zbriti pas brengës, ju zbriti siguri. Ose idh yughashikum an-nu'asa amanatan, do të thënë kur Allahu ju mbuloi me gjumë, do të thënë ju erdhi gjumi që të jetë për si siguri, do të thënë rahati për sahabët. Dhe pastaj thot Allahumma inni a'idhum bika min sharri ma a'taytana wa sharri ma mana'at. Do të thënë o Allah, kërkoj mbrojtje, strehohem te ti nga e keqja e asaj që na ke dhënë. Sepse ka mundësi njeriu të ketë dhunti, edhe këto dhuntit janë për të keqen e tij. Se Allahu ka thënë se ju sprovojmë me të mira dhe me të këqija. Do të thënë ka mundësi që të vijë një dhunti, ka mundësi që ndonjëherë vjen një sprovë, i vjen njeriu të smundje, edhe më shumë i kthehet Allahut. Edhe ka mundësi që dikujt i jep Allahu shëndet edhe fuqi, do të thënë fizike, dhe ai me këtë largohet prej Allahut. Do të thënë, prandaj kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e atyre që na i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë mos jenë shkak që njeriu ta harrojë dhuruesin dhe ta harrojë falënderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe gjithashtu kërkojmë mbrojtje nga e keqja asaj që nuk na ke dhënë, sepse ka mundësi, do të thënë që njeriu nuk i jepet diçka që e dëshiron, dhe ajo është për të mirën e tij. Mirë, po nëse ndonjëherë dikush e dini se kjo çështje e mirë është vetëm për besimtarin, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse i vjen një e mirë, falenderon dhe kjo është mirë për ta. Nëse i vjen një e keqe, duron, edhe kjo është mirë për ta. Edhe kjo nuk i takon askujt përveç se besimtarit. Kurse ai që nuk ka iman, kur i vjen e mira, do të thënë bëhet arrogant edhe i rritet mendja, kur i vjen e keqja, dëshpërohet dhe humb do të thënë qëndrueshmërinë dhe durimin, edhe humb shpresën te Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë këtu ka te ata njerëz që janë të dobët në fe, do të thënë ka të këqija te ato të mira që i vinë, edhe ka të këqija te ato të mira që nuk u vinë atyre. Do të thënë nga të gjitha këto përfitojnë të këqija. Dhe për këtë shkak, do të thënë, ky është kuptimi i këtyre fjalëve, pra kërkoj mbrojtje nga keqja që ma ke dhënë. Nga keqja, nga të këqija të asaj që ma ke dhënë. Dhe nga keqja e asaj që nuk ma ke dhënë. Gjithashtu kërkoj mbrojtje. Pastaj ka thënë Allahumma habib ilejna al-iman wa zayyinhu fi qulubina, o Allah na bëj të dashur imanin dhe na zbukuron e stolis ato në zemra. Do të thënë na jep dashuri ndaj imanit dhe veprave të mira, dhe gjithashtu na i zbukuro zemrat dhe na i stolis zemrat me iman, edhe me çdo gjë që e përforcon imanin. Se kjo është stolia më e madhe, edhe stolia më e mirë, imani dhe takwaja. Ka thënë Allahu wa libasu taqwa dhalika khair. Do të thënë veshja e takwas, do të thënë stolia me takwa, kjo është më e mira.
Pastaj wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Edhe, do të thonë, na I bën të urryera këto çështje të ne, do të thonë çdo gjë që është e kundërt me imanin. Duke filluar nga më e madhja që është kufri, na I bëj kufrin të urryer në zemër, që mos shkojmë pas tij, mos mundohem, do të thonë mos mendojmë të imitojmë mosbesimtarët ose ta pëlqejmë kufrin. Dhe gjithashtu na I bëj të urryer mëkatet, janë për qëllim mëkatet e mëdha, ose dalja prej kufive të bindjes ndaj Allahut duke bërë mëkate të mëdha, wal isyan, edhe kundërshtimin e urdhrave, që nënkuptohen mëkatet e vogla, waj'alna min ar-rashidin, dhe na bëj të udhëzuar ose të mençur, ose do të thënë fjala rushd do të thotë pjekuri, kuptim, mençuri. Do të thënë që njeriu ta njohë të vërtetën edhe të qëndrojë të vërtetës dhe të punojë me të. Kjo është rushd I vërtetë. Pra, waj'alna min ar-rashidin, na bëj të udhëzuar ose në mençuri dhe udhëzim. Pastaj Allahumma tawaffana muslimin, do të thënë na çoft vdekjen duke qenë musliman, do të thënë të na vi vdekja në islam dhe në tauhid dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na mundsoft përfundimin e mirë. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, dhe më thënë edhe kjo është një tjetër lutje, Allahumma ahsin khatimatana fil umuri kulliha. Dhe më thënë, ose Allahumma ahsin khatimati fil umuri kulliha. O Allah, ma bëj të bukur përfundimin e secilës çështje. Dhe më thënë, në çdo çështje, çdo vepër, që përfundimi të jetë më I miri, edhe jeta në përgjithësi të jetë me përfundim të bukur, sepse veprat vlerësohen sipas përfundimit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Dhe prandaj njeriu vazhdimisht duhet të lutet Allahut që të na sjell vdekjen duke qenë në islam, në tauhid dhe në sunnet, dhe pa devijime dhe pa sprova. Wa ahyina muslimin, edhe gjithashtu na bëj të jemi gjithë jetën musliman, do të thënë në gjithë jetën të jemi të qëndrueshëm dhe të paluhatshëm, wa alhiqna bis salihin, dhe na bashko me njerëz të mirë. Cilët janë ata të mirët? Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, do të thënë ai që I bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij, do të jetë me ata të cilëve Allahu u ka dhënë dhunti, me alladhina an'ama Allahu alaihim. Dhe këta janë minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Do të thënë këta janë pejgamberët, siddiqët, shahidat dhe punëmirët. Do të thënë njerëz që veprojnë mirë, wa hasuna ulaika rafiqa, dhe kjo është shoqëria më e bukur. Allahu na bashkoft me këtë shoqëri. Dhe Allahu na bashkoft me të dashurin ton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Ghayra khazaya, do të thënë pa qenë të poshtruar ose të demaskuar për veprat, sepse kemi turpet shumëta që duhet të mbulohen, dhe lutim Allahun që të na mbulojë ato dhe të na fal krejtësisht, dhe mos na poshtroj as në dunja as në ahiret. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala duke treguar duan e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, që ka thënë wala tukhzini yawma yub'athun, do të thonë mos më poshtro në ditën e ringjalljes. Pra shikoni Ibrahimi alayhi salatu wassalam lutet me këtë lutje, mos më poshtro në ditën e ringjalljes, ditën kur do të ringjallen njerëzit, yawma la yanfa'u malun wala banun, do të thonë atë ditë që nuk bën dobi asnjë pasuri, asnjë fëmijë, illa man ata Allah biqalbin salim, por dobi ka vetëm ai që vjen tek Allahu me zemër të shëndosh, që nuk është zemër që nuk është njëllosur me shirk, me kufër, me bidate, me dëshira të devijuara, me mendime, me dyshime. Do të thënë, ajo zemër që është e shëndosh dhe nuk I ka këto njolla, edhe gjithashtu që është e shëndosh nga smundje të tjera, zilia, urrejtja e diçkaje prej fesë Allahut ose mendjemadhësia e të tjera, dhe është e pastër nga mëkatet. Do të thënë, ajo është që do të ketë dobi në ditën e gjykimit. Nuk ka dobi asgjë tjetër. Do të thënë la ghayra khazaya wala maftunin, do të thënë mos na bëj të poshtruar dhe as të sprovuar.
Do thotë që mos bijem në sprovë në fen ton, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Mos na e ços provën në fe, që të jetë shkak për devijim. Sepse njeriu sprovohet në fe, ka pengesa, sulme, edhe ato nuk janë në dëm të njeriu. Mirë po mos jetë sprova në të cilën bie njeriu, mos jetë në fe, do të thonë mos jetë devijim në rrugën e fesë, sepse ajo është sprova më e madhe. Pastaj ka bërë dua kundër mosbesimtarëve. Allahumma qatilil kafarata alladhina yasudduna an sabilik wa yukadhibuna rusulak waj'al alayhim rijzaka wa 'adhabak. Do të thënë Allah shkatroi ose vriti mosbesimtarët të cilët pengojnë prej fesë sate dhe i mohojnë të dërguarit e tu, o Allah lëshoj atyre zemrimin tënd dhe dënimin tënd. Pra kjo është prej lutjeve që bëhen kundër atyre të cilët e luftojnë islamin dhe muslimanët. Thotë dhe është e lejuar dhe është e duhur. Domethënë ata që e sulmojnë islamin dhe muslimanët dhe luftojnë dhe duan ta shkatrojnë, atëherë muslimanët i luten Allahut subhanahu wa taala që t'i shkatrojë ata. Kurse mosbesimtarët në përgjithësi lutemi që ti udhëzoj Allahu. Si është lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është lutur për fisin Deus, ka thënë Allah, udhëzoje Deusin dhe silli këtu, domethënë Medinë, dhe është udhëzuar i gjithë fisi edhe kanë shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe është lutur për mosbesimtarë të tjerë, edhe është lutur gjithashtu për Omerin radhiyallahu anhu dhe është udhëzuar, edhe është bërë një prej shtyllave të islamit radhiyallahu anhu. Kurse ata që sulmojnë edhe duan shkatrimin e muslimanëve, atëherë do të thënë bëhet lutje kundër tyre, se ka thënë Allahu la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Do të thënë Allahu nuk ju ndalon që të jeni bamirës dhe të drejtë dhe të mirë, do të thonë, ndaj atyre të cilët nuk ju kanë luftuar dhe nuk ju kanë nxjerr nuk ju kanë luftuar në fe, nuk ju kanë luftuar për fen dhe nuk ju kanë nxjerr nga vendet tuaja, nuk ju ndalon Allahu që t'u bëni mirë, të jeni të sjellshëm dhe të drejtë ndaj tyre. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, sepse Allahu i do të drejtët. Por Allahu në ndalon që të jemi, domethënë, të afërt dhe të miqësuar me ata që e luftojnë fenë e Allahut. Dhe në veçanti ka thonë Allahumma qatil al-kafarata alladhina utul kitab. O Allah, luftoj ose shkatroj, domethënë dhe vriti mosbesimtarët të cilëve u është dhënë libri, sepse mosbesimi i tyre është edhe më i rëndë se mosbesimi i mushrikëve. Pasi mushrikët kanë qenë, domethënë, të pashkolluar edhe të palexuar, kurse Ahlul Kitab kanë pas libër që ka ardhur nga Allahu dhe ata e kanë ndryshuar librin, edhe kanë shtrembruar, kanë fshirë atë që nuk u ka pëlqyer. Pastaj edhe kanë shkruar libra të tjerë që i kanë bërë më të rëndësishëm se libri që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, edhe janë larguar prej librit. Do të thënë kufri i tyre është edhe më i rëndë, edhe më i tmerrshëm, prandaj edhe lutja kundër tyre është edhe më e veçantë. Dhe në fund, ilahel haq, do të thënë o i adhuruari i vërtet. Pra nuk ka perëndi dhe nuk ka hyni që është e vërtet dhe e sakt që adhurohet me merit përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhalike bi anna Allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Do të thënë sepse Allahu është haku, Allahu është i vërteti dhe çdo gjë që lutet përveç tij, do të thënë çdo gjë të cilës i luten përveç tij është batil, është e kodë dhe e pavërtet, wa anna Allaha huwa al-aliyyul kabir, dhe Allahu është i larti dhe i madhi. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të gjithëve të na japë sukses për atë që e do dhe që është i kënaqur me ta, dhe të na ndihmojë për çdo të mirë dhe çdo mirësi, dhe elusim Allahun të na përmirësojë gjendjen tonë tërësi dhe mos na lart të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.